Prandaj po ju them që dhe gjykata kushtetuese i hedh hapat një nga një sipas urdhrave dhe orientimeve që vijnë nga Amerika, nga masonët. Berisha foli dje për ca video që mund të jenë shantazhuar, komprometuese ata për stafin kushtetuese. Po kuj ka? Kuj ka Berisha ato që thot? Ore këta flasin si e me zeqos. Zotëri, qofse ke video komprometuese për atë zonjën, nxirri. Jo, video komprometuese për anëtarët e gjykatës që sipas tij mund të jenë shantazhuar që morën këtë vendim. Dhe ti nxjerr. Dakor. Dhe ti nxjerr. Unë di që në gjykatën kushtetuese ka vajtur nuk i njoh të tjerë, po i njoh atë që është gjyqtar me integritet dhe që ka votuar kundra. Asim Vokshit. I fundit që vajti. Ai është gjyqtar me integritet. Ai nuk shkel në raskalbur. Ai nuk i përgjigjet kryeministrit. Fare. Dhe dje ka votuar kundër. Pra nuk duhej hequr masa asaj zonjës dhe për të vënë drejtësi në vend dhe për të çuar gjërat ashtu siç i kërkon ligji dhe siç i kërkon e drejta, dje gjykata kushtetuese duhet të kishte mbështetur vendimin e gjykatës kundër korrupsionit. Nuk e ka bërë sepse është ajo që ju thash, që në Shqipëri komandon vetëm një njeri, Edi Rama, dhe ka mbështetjen absolute të masonëve të botës, se po bën gjithë këto hatara në Shqipëri dhe asnjë nuk lëviz. As Evropa tek e cila ky statall kanë 30 vjeç në tallin, na gënjejnë, na mashtrojnë me Evropën, as Amerika. As Amerika nuk po ndihet. Ku janë? Avokat, përpara se të kaloj tek Amerika, sepse as bëhet fjalë fare. Po këto marr përpara. Këto marr përpara, më thuaj. Ata e di mirë se këto marr përpara dhe çfarë kanë për të bërë. Po pres që të ndryshojnë dhe persona nga individ, nga gjykatat, që nuk u shkojnë pas qefit këtyre, do gjejnë makinacione, si kundër gjetën për atë zonjën që zëvendësoi atë gjyqtaren tjetër gjykatës kushtetuese dhe i thanë ti e çuar gjykatën kushtetuese vetëm për atë kohë që mungonte për të plotësuar kohën e asaj, po jo se dorësh për gjithmonë. Pse? Se nuk e kishte me vete Edi Rama. Pra Edi Rama është në vim tek ajo që kam thënë që në 2015. Nuk do bëhet reformë drejtësi, nuk do zgjidhet problemi i drejtësisë, thjesht do kalojë drejtësia në duart të pushtetit, të ekzekutivit dhe absolutisht u vërtetua edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese dje. Pra drejtësia shqiptare nuk është më drejtësi, është inkuizicion politik i drejtuar nga Edvin Rama. Avokat, ju thoni këtë, po kur zgjodh kryeministri i SPAK-ut, ishin gjithë ata ambasadorë atje, SBA, Britani, Gjermani, BE-ja po. Ata po kontrollonin procesin, tani ata nuk vajten kot atje, se po ta kontrolloi Rama, pse do shkonin ata, nuk e kuptojnë ata këtë. Jo, ata kontrollojnë procedurën, nuk kontrollojnë personin. Po procedurën e bën personi, ju e dini që ligjin Jo, e bën zgjedhja, them procedurën e zgjedhjes së X personi që do vënë në SPAK. Zotëri, për ata është zgjedhur një prokuror me votë të lirë, me të tëra, është përgatitur situata por në mënyrë korrekte me procedurën, por nuk din gjë ata se kush është personi që u zgjodh në krye të SPAK-ut, cila është e kaluara e tij, e familjes së tij dhe cili është qëndrimi i tij politik në të kaluarën. Fare s'u intereson atyre. Jo, avokat, dini gjë për të? Jeni ndeshur ndonjëherë në seancë gjyqësore në procedurë? Jo, di që është personi që ka shpikur një justifikim dënimi për falsifikim intelektual. Është ky që ka bërë këtë lloj. Dhe është dhënë dënim me këtë, është dënuar gjyqtari i asaj AMT-s
të komisionit si kishte jo e vetingut në katambi KPA se keni fjalën. KPA-ja, komisionit të apelimit. Pra, ky ishte prokurori, ky zotëria, Brahua, që kërkoi të dënoi me bazën e falsifikimit intelektual. Termi pa dëgjuar, i pa ndodhur gjikundi në legjislacionin shqiptar. Ne nga ky Brahua e mësuam që pas ka dhe falsifikim intelektual dhe që duhet dënuar. Pra, këta kur duan të dënojnë dikë zotëri shpikin dhe të tilla terma. Ja ky është Brahua. Pra mos prisni që Brahua të bëj ndonjë hata. Brahua do vazhdoj atë që la përgjysmë ky tjetri. Se dim për këtë avokat, është nga s'ka pari, këtë dim, ka punuar në Vlorë më përpara, në Tiranë,